një nga imamët e njohur të hadithit që njihet Abu Zur'a ar-Razi, thotë nëse e shet dikë që nënçmon ndonjërin prej sahabeve të dërguarit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, atëherë dije se ai është zindik. Është për qëllim njëri që faktikisht ka dy fytyrësi, paraqet një të vërtetë, a faktikisht është kundër islamit. Çështja e integritetit dhe besueshmërisë së sahabeve nuk është dhe roli i sahabeve në islam në përgjithësi dhe mbrojtja e tyre nuk është një çështje emocionale, nuk është vetëm ajo që këta janë shokët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe duhet mi nderu edhe mi respektu, po ka të bëjë me vërtetësinë e fesë. Për arsye se nëse rrëzon besueshmërinë e tyre, ke rrëzu zinxhirin, ke rrëzu transmetimin dhe ke rrëzu edhe Kur'anin dhe hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Se të gjitha këto janë përcjell nëpërmjet kësaj gjenerate dhe këtij brezi. Këta personalitete që i kanë përcjell Islamin neve, dihen kush kanë qenë, çfarë kanë vepruar në Islam, edhe cili është kontributi i tyre me emra edhe me prejardhje me gjithë. Pra nuk ka këtu kurfar fshehtësie dhe kurfar paqartësie që me pretendu atë që po e pretendojnë këta njerëz. Për ata duhet me pas shkurt me thonë, sahabët janë ura e Islamit, edhe rënimi i kësaj ure do të thotë edhe me e rënu burimin e Islamit në përgjithësi.